të nderuar anëtarë të Kuvendit të Odës së Mjekëve të Kosovës, të nderuar mosadir. Së pari dëshiroj të ju përgëzoj një nga një për zgjedhjen e juaj dhe besimin që keni marrë nga kolegët tonë për përfaqësimin e tyre, po edhe për punën që na pret në ngritjen e organizatës tonë, po edhe ngritjen e dignitetit të mjekut si profesion. Prandaj ky obligim që ke marrë nga kolegët tonë duhet të shkoj në vend dhe t'i bëjmë krenar edhe ata për zgjedhjen tonë. Njëkohësisht dëshiroj të gjithë agjeruesve një agjerim të lehtë dhe të pranuar. Kemi nderin që në mesin tonë të kemë edhe Ministrin e Shëndetësisë, Dr. Arben Vitin. Faleminderit Ministër. Nuk mund pa të harroj pa përmendur bashkëpunëtarët e mi në ngritjen e odave të profesionit shëndetësor, kryetarët e odave, Dr. Vlerimi, Nexhmia, Kadria, Visare, që kemë qenë bashkëpunëtar tash sa vite, dhe unë besoj që me mburrje edhe mund të them që kemë pas nderin që të jem ata të cilët kemë lënë gjurmën në sistemin tonë. Faleminderit shumë për prezencën. Shpall zyrtarisht edhe fillimin e punimeve të Kuvendit të parë të legislaturës së 4 të Odës, suksese dhe nga prifte mora. Të nderuar anëtarë të Kuvendit Odës së Mjekëve, lejoni t'ju uroj për zgjedhjen e juaj në një proces të hapur dhe demokratik dhe shpresoj që puna dhe angazhimi juaj të jetë në nivelin e detyrës, në kuptimin e avancimit edhe më të lartë të profesionistëve tanë shëndetësorë, për çka nuk kam dyshim. I nderuar Dr. Plevrat, i nderuar Dr. Faik, Dr. Rezart, të nderuar përfaqësues të odave respektive, profesor Vlerim, Nexhmie, Kadri, Visar, nderuara profesoresh, i nderuar drejtori SHSKUK-s zoti Azizi, të nderuar anëtarë të Kuvendit të Odës së Mjekëve, mjek profesionist shëndetësor, të nderuar kandidat për të parin e Odës së Mjekëve, zonja dhe zotrinj të pranishëm, është një kënaqësi e veçantë për mua të jem këtu në këtë Kuvend të Odës së Mjekëve, në këtë Kuvend të legjislaturës së 4 të këtij institucioni jashtëzakonisht rëndësishëm për organizimin, përfaqësimin dhe zhvillimin profesional e të mjekëve tonë. Roli i Odës së Mjekëve dhe i odave të tjera është i pazaventueshëm në forcimin e standardeve profesionale, në avancimin e etikës mjekësore dhe në mbështetjen e zhvillimit të vazhdueshëm profesional të mjekëve tonë. Në këtë drejtim, kontributi juaj është i dukshëm, por edhe i prekshëm. Vetëm përmes programeve të edukimit vazhdueshëm profesional, Oda e Mjekëve bashkë me institucionet tona ka investuar diku mbi 1 milion euro duke kontribuar drejt për drejt në ngritjen e kapaciteteve profesionale të mjekëve dhe përmirësimin e cilësisë shërbimeve shëndetësore për qytetarët tanë. Ky është një investim në dije, një investim në profesionalizëm dhe në cilësinë e sistemit tonë shëndetësor. Prandaj, një bashkëpunim serioz dhe konstruktiv ndërmjet institucioneve tona, këtë rast Ministrisë së Shëndetësisë dhe Odës së Mjekëve, është shumë i rëndësishëm, mos them i domosdoshëm. Ky bashkëpunim është reflektuar në shumë procese për sistemin shëndetësor, duke dëshmuar se kur ka institucionist dhe profesionist dhe ata punojnë së bashku, rezultatet çdo herë janë në dobi të pacientëve, por natyrisht edhe në dobi të profesionit mjekësor.
Zgjedhjet të cilat po bëhen në kuadër të Odës janë një moment shumë i rëndësishëm institucional dhe një hap tjetër në konsolidimin e këtij institucioni. Procese demokratike dhe institucionale brenda organizata profesionale janë thelbësore për forcimin e tyre dhe për rritjen e besimit të gjithë anëtarëve të saj. Në këtë kontekst, vazhdimësia institucionale dhe stabiliteti në zhvillimin e Odës janë në interes të dyfisht. Në interes të qytetarëve, të cilët presin shërbime cilësore, shëndetësore, por natyrisht edhe në vetë të vetë profesionistëve shëndetësorë që kërkojnë një përfaqësim të fortë dhe një mbështetje të qëndrueshme profesionale. Buxheti për shëndetësi tashmë ka arritur rreth 400 milion euro. Vazhdimisht, bashkë me ju e me profesionistë tjerë shëndetësorë, miq e kolegë të nderuar, po investojmë edhe në modernizimin e infrastrukturës, pajisje mjekësore inovative dhe efikase, lloçe operative. Gjithashtu ka pasur edhe rritje të pagave dhe kjo vitet e fundit ka arritur një rezultat të prekshëm ku numri, sidomos në vitin e kaluar i mjekëve që kërkojnë të largohen nga Republika e Kosovës, ka rënë ndjeshëm. Dhe këto janë natyrisht zhvillime që na inkurajojnë të gjithë bashkë, por që njëkohësisht kërkojnë nga ne prap përpjekje të përbashkëta dhe të vazhdueshme për të vazhduar përmirësimin e kushteve të punës, zhvillimin profesional e sidomos perspektivën për mjekëtan të rinj. Për këtë arsye, forcimi më tejshëm i bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Odës së Mjekëve mbetet një prioritet i rëndësishëm. Partneriteti institucional është kyç për avancimin e reformave, për ngritjen e standardeve profesionale dhe për ndërtimin e një sistemi shëndetësor më të fortë dhe më të qëndrueshëm. Dhe jo rastësisht në fillim të këtij viti, së bashku edhe me kryeministrin e Republikës, ishim në vizitë e Koda e Mjekëve të Kosovës, në një anë për të njoftuar nga afër me arriturat e shumta që ka pasur ky institucion gjatë viteve të fundit, e në anën tjetër edhe me përkushtimin institucional që ne do të jemi për krah dhe duhet të jemi për krah në avancimet e vazhdueshme. Jam i bindur që përmes këtij bashkëpunimi do të vazhdojmë të ndërtojmë politika dhe mekanizma që mbështetin profesionin mjekësor, që forcojnë sistemin shëndetësor dhe mbi të gjitha e vendosin pacientin në qendër të çdo veprimi tonë. Miq të nderuar, kolegë të nderuar, zonja dhe zotrin përfaqësues, ju falenderoj nga zemra për punën, për përkushtimin e vazhdueshëm të përditshëm nga ana juaj në shërbim të shëndetit të qytetarëve të Kosovës. Dhe në këtë frym ju uroj një kuvend të suksesshëm dhe suksese të vazhdueshme.